Shumë kush është rritur me këta tinguj, por jo të gjithë e din që ato janë kompozuar nga artisti i merituar Tish Daia. Pikërisht këtë shqetësim ngre edhe i biri i tij Agustin Daia, i cili në 100 vjetorin e lindjes së kompozitorit shpreh se autorësia e veprave të teatrit rrezikon të harrohet me kalimin e kohës. Unë kam qenë prezent kur është kriju Gajdexhiu, se shumë nuk e din, po titulli kryesor ka qenë Sot ka festë kooperativa. Është një nga këngët që sot akoma këndohet edhe i ka humbur autorësia. Shumë thonë që i ka ndru dhe titujt, unë shkoj në për pardit ndryshme edhe i ndigjoj me lloj tekstesh ndryshme. Për të, ndonë se teatri ju desh të krijonte në kohëra të vështira dhe shpesh i kushtëzuar nga pushtetet e kohës, ai arriti të ruante ekuilibrin mes artit, familjes dhe profesionit, duke lënë pas një trashëgimi të çmuar muzikore. Në përgjithësi ishte njëri gazmor, ashtu ishte edhe në shtëpi, kishte pasionet e veta, i njëjti person, ashtu siç ishte edhe jashtë ishte edhe në shtëpi. Sigurisht që ishin ndikuar çdo gjë ishte brenda normave, kornizave të sistemit që jetonte. Kontributi i jashtëzakonshëm i Tish Daiës në zhvillimin e muzikës shqiptare, veçanërisht në fushën e baletit dhe muzikës simfonike, e bën atë një nga figurat themelore të kulturës kombëtare. Ndryshe nga sa thuhet ndonjëherë, profesor Tishi është autori jo vetëm i baletit të parë shqiptar, jo vetëm i kuartetit të parë të harqeve në Shqipëri, por njëkohësisht dhe autori krijuesi që ka shkruar më shumë opera dhe balete se çdo autor tjetër. Njerëzit mund të njohin këngët e Tish Daiës. Ka këngë shumë të bukura, që në një pjesë të tyre sot i quajmë këngë popullore. Ato janë këngë të shkruara në frym popullor. Dhe këngë që kanë humbur autorsinë pikërisht sepse janë përhapur kaq shumë. Trashëgimia artistike e kompozitorit Tish Daia vijon të mbetet një burim frymëzimi për brezat e rinj të muzikantëve. Në nder të tij, këtë të mërkur u përkujtua 100 vjetori i lindjes në një aktivitet organizuar nga Akademia e Shkencave.